Të nderuar xhamat, vëllezër besimtar, përfitojnë nga rasti që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, në këtë dhurat dhe në këtë dhunti dhe në këtë privilegj të cilën na i ka dhënë Allahu xhallashanu xhalla xhelalu, e që prej privilegjeve shumë të mëdha është pikërisht edhe ardhja e muajit të shenjtë të Ramazanit. E lutim Allahun xhallashanu xhalla xhelalu që Allahu të na i bëj kabull gjitha ibadetet që i bëjmë gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. Hyrja në muajin e shenjtë të Ramazanit është dhunti dhe privilegj nga ana Allahu xhallashanu xhalla xhelalu të një grupi të njerëzve të caktuar të cilët jetojnë me ibadetet e Zotit xhallashanu xhalla xhelalu. Prandaj besimtari sado që të jetë afër me ibadetet, me punët e mira dhe gjithçka që ka bën në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, edhe gjatë jetës së tij të përditshme, e ka për obligim që të jetë sa më afër Allahu xhallashanu xhalla xhelalu. E neve afrohemi te Allahu xhallashanu xhalla xhelalu pikërisht me ibadetet të cilët janë të obliguara nga ana Allahu xhallashanu xhalla xhelalu. Dhe duhet ta kemi një gjë parasysh, obligueshmëritë e Allahut janë në njëjtë kohë dhe privilegj për neve që Allahu xhallashanu xhalla xhelalu na bëj të mundshëm që ne të jemi gjithnjë afër Allahut dhe gjithnjë afër ibadeteve të cilët na ka obligu Zoti xhallashanu xhalla xhelalu. Obligimet gjithmonë duhet të konsiderojmë dhe gjithmonë të bëhemi gati për to, që ne ato të jenë çështje të cilët neve na ngritin dhe na lartësojnë. Dhe në njëjtën kohë ne përfitojmë nga të mirat të cilët na i jep Allahu nëpërmjet këtyre obligimeve, siç janë pra pikërisht ardha e muajit të shenjtë Ramazanit dhe agjerimi i këtij muaji të madhërisëm të Zotit xhallashanu xhalla xhelalu, të cilët ashabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam 6 muaj përpara bënin dua te Allahu që Allahu t'i ja bëj të mundur hyrjen e tyre në Ramazan, dhe 6 muaj tjera pas Ramazanit bënin duan që Allahu t'ua ketë pranuar këtë ibadet madhështor. Pra edhe neve gjithnjë duke patur parasysh se Allahu kur na obligoi muajin e shenjtë Ramazanit, e bëri obligim nëpërmjet Kur'anit famlar, edhe atë në vitin e dytë të migrimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që Allahu xhallashanu xhalla xhelalu tha: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kema kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Pra Allahu në çështjet madhështore, të cilët janë të mëdha dhe të madhërishme dhe që Allahu i dhuron besimtarëve të caktuar të Allahu xhallashanu xhalla xhelalu, thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", me këtë ajet kuranor, me këtë thënie: "O ju të cilët keni besuar", se vetëm ata të cilët kanë besuar në Allahun, ata janë që i zbatojnë urdhat e Allahu xhallashanu xhalla xhelalu. Pra ne duhet ta kemi parasysh se nëse na jemi nga ata të cilët i zbatojmë urdhat e Allahut, hym në brendësinë e këtij ajeti kuranor. Pra thash Zoti xhallashanu xhalla xhelalu që neve gjatë këtij muaji të shenjtë Ramazanit të arrijmë çështjen më madhështore dhe më finale, që është pikërisht ajo që vërtet do të jemi nga adhuruesit e Allahut dhe nga robërit e Allahut dhe nga të devotshmit të cilët i ka përcaktuar Zoti xhallashanu xhalla xhelalu. Pra besimtarët e Allahut xhallashanu xhalla xhelalu, mos harroni se ky muaj është muaji i Kur'anit famlar. Në këtë muaj filloi zbritja e Kur'anit famlar, që Allahu xhallashanu xhalla xhelaluhu e zbriti natën e Kadrit, Kur'anin famlar që Allahu than Kur'anin famlar: "Inna anzalnahu fi lejlatil qadr", që Zoti xhallashanu xhalla xhelalu e ka privilegjuar gjatë tër vitit, gjatë tër kohës, një natë madhështore në një muaj madhështor. E falenderojmë Allahun xhallashanu xhalla xhelalu që na ka bërë të mundshme Zoti që ne të jemi në këtë muaj të Ramazanit, ta kalojmë këtë muaj sa më tepër duke lexuar Kur'an, duke bërë dua, duke ndihmuar të tjerët, duke qenë afër familjarëve tonë dhe duke qenë edhe më shumë edhe më afër Allahu xhallashanu xhalla xhelalu. Pra kërkohet nga neve besimtarëve që neve të përfitojmë çdo sekond, çdo minutë, çdo kohë gjatë këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Inshallah Zoti na bën të mundshme që ne të arrijmë edhe Ramazana tjera, edhe ibadete tjera, edhe inshallah Zoti na i bën kabul. Walhamdulillahi rabbil alamin.